qenë të lodhshme për të gjithë dhe të mundimshme apo shumë të mundimshme qoftë për të gjithë ato familje që kanë përjetuar praninë e ujit në shtëpi, qoftë për të gjithë ata shërbëtorë të shtetit që kanë qëndruar ditë e natë në krye të detyrës për përballimin e kësaj emergjence natyrore. Të gjithë i ka lodhur ky shi i gjatë dhe i ftohtë i madh, ku nga thjesht pamje dhe rrugëve të përmbytura, shtëpive të dëmtuara apo punëve të ndërprera, tek vështirësia e arritur e qarkullimit apo dhe deri pastaj tek dëmtimet e pronës dhe humbjet e gjysgjallë, krijohet stres, krijohet frustrim dhe në disa raste edhe zemrim. E di që fjala durim mund t'i tingëllojë shumë kujt si një cingërisje e tepërt veshësh, por durimi është i domosdoshëm në kushtet kur për më tepër çka po përjetojmë nuk është thjesht mod i keq. Shiu nuk ndalet me shpifje, si ato që nuk punojnë hidrovorët, lumejt nuk kthehen në shtrat me protesta, si ato që s'kan lidhje fare me arsyen pse përmbyten shtëpitë e ndërtuara në territore shumë vulnerabël. Red nuk shpërndahen me slogane, si ai slogani kronik i çdo gjendje atmosferike të rënduar, të shpallet gjendje e jashtëzakonshme. Këto janë reagime që ushqejnë nervozizëm, jo zgjidhje, ushqejnë ndarje, jo ndihmë, ushqejnë çorodi, jo siguri. Në një situatë si kjo, nuk kërkohen fajtor imagjinar, po ndihmohen njerëzit real. Njerëzit nuk kanë nevojë për më shumë britma, shpifje dhe teori konspiracioni, por për më shumë solidaritet, mbështetje dhe bashkim forcash. Kjo është një gjendje atmosferike e zgjatur dhe e rëndë, e cila nuk ka prekur thjesht Shqipërinë për ndonjë arsye që lidhet me vendin tonë, nga ato arsyet që zihen në 700 tenxheret politike mediatike të Mexhelisë shqiptar, por ka prekur një hartë të tërë. Nga Italia në Greqi, nga Malizi në Kosovë dhe deri lart në Serbi e Kroaci, nga Maqedonia e Veriut e deri në Turqi, ku i njëjti i ftohtë, i njëjti shi, e njëjta dëbor dhe të njëjtat përmbytje dhe bllokime kanë krijuar të njëjtën situatë të rënduar në tërësi për njerëzit. Një mas ajri e ftohtë nga veriu është përplasur me ajër të ngrohtë dhe të lagësht nga mesdheu dhe ka krijuar një vorbull atmosferike mbi Europën juglindore, duke sjellë rreshje të vazhdueshme dhe temperatura shumë të ulta. Prandaj edhe lumenjtë rriten përsëri para se të bien, prandaj edhe toka mbetet e ngopur me ujë, prandaj edhe rreshtet e shiut të dëborës marrin një përmasë krejt anormale. Ndryshimi klimatik nuk do të thotë vetëm vera më të nxehta, por do të thotë stinë të çrregullta, sisteme atmosferike më të ngadalta, e prandaj dhe më të papritura dhe më ekstrem dhe më këmbgulës në ekstremitetin e vet. Më shumë thatësira dhe më shumë zjarre, më shumë vorbull atmosferike, më shumë përmbytje, është tashmë kuadrati i ri i klimës ku jetojmë, e cila nuk është më klima ku ne jemi rritur. Por patjetër që kur ne vazhdojmë i hedhim plerat rrugëve, apo kur vazhdojmë i vëmë zjarrin pyjeve, pasojat e gjithë këtij ndryshimi klimatik rëndohen ende më shumë, siç u rënduan ende më shumë në Shkozet dhe jo vetëm prej prurjes maramëndse të plastikës së mbledhur rrugëve nga lumenjt e dal nga shtrati që taposi kanalet e mëdhenj kullus. Aktualisht në të gjithë vendin janë ulur sasitë e rreshjeve të matura deri së fundmi, përjashtuar Durrësin ku janë regjistruar 41 mm shi. Një punonjës i bashkisë së Durrësit 54 vjeç është gjendur i mbytur pasi është raportuar i humbur një ditë më parë. Deri tani janë në rang vendi numëruar 1587 banesa me praninë e ujit, janë evakuar 339 persona dhe 51 familje,
Po ashtu prania e ujit është konstatuar në 13.211 hektarë tokë bujqësore, ku një pjesë janë përmbytur, si kundër edhe disa qendra shëndetësore apo objekte arsimore. Sasia e rreshjeve ka qenë e jashtëzakonshme, deri në 300 mm, ose të ndryshe më shumë se sa sasia mesatare e rreshjeve që bien gjatë gjithë muajit. Pra, rreshjet 30 ditore mesatare të janarit kanë rënë për një periudhë 3-4 ditore. Një fenomen ky që, siç e thash dhe më lart, si rezultati i ndryshimit të klimës, po bëhet gjithnjë e më pak i papritur në mbar botën. Për shembull, në disa zona të ulësirës perëndimore, sasia e rreshjeve në këto 4-5 ditë ka qenë rreth 25% ose sa çereku i sasisë vjetore të tyre në mesatare. Si pasojë një rritje të tillë ngarkese mbi rrjedhën ujore në kanalet e ujërave të larta, kolektorët kryesor kullues, përrejnë malor dhe vetë lumenjt Drin, Bun, Mat, Droj, Ishëm, Erzen, Shkumbin, Devoll, Osum, Seman dhe Vjos, ka ardhur pasoja përmbytjeve pavarësisht infrastrukturës gjërësisht të ripërtrirë të mbrojtjes ujore si rezultat i investimeve të vazhdueshme të dekadës fundit. Aleatët politikë të shiut që shohin tek çdo tërbim i natyrës forcën që do të kompensojë impotencën e tyre kundër qeverisë, kanë llomotitur shumë për gjendjen e hidrovoreve, të cilët kanë qenë në funksion të plot pa pushim, duke evaduar sasirat konsiderueshme të ujit dhe duke parandaluar kështu pasoja shumë herë më të rënda nga rreshtit e këtyre ditëve. Deri tani, shkarkimet nga hidrocentrali i Vaudejës kanë qenë të kontrolluara dhe niveli i lumit Buna nuk ka arritur nivelin kritik tek kapërdresi i Shirgjit, duke shmangur në këtë mënyrë shkarkimin e ujit lumit Buna në Shirgj dhe përmbytjen masive të zonës në Shkodrës, si në kohërat kur qeverisnin aleatët e shiut dhe ason përmbytje rregullisht edhe pa nevojën e rreshjeve të mëdha të kësaj natyre. Shkodra ka qenë praktikisht qarku më i prekur nga rreshjet, me vlera shumë të larta në disa stacione, ku janë regjistruar shifra konstante mbi 200 mm në 24 orë. Duhet informojmë me këtë rast se përpara fillimit sezonit me rreshje, drejtoritë e ujitjes dhe të kullimit kanë siguruar gatishmërinë e kanaleve kryesore, kulluese, të kanaleve të ujrave të larta, hidrovorëve dhe patjetër edhe të flotës prej 29 eskavatorësh në drejtorinë qendrore. Gjithashtu është bërë inspektimi i sigurisë së argjinaturave të lumenjve dhe digave të rezervuarëve. E gjithë kjo infrastrukturë ka funksionuar dhe përballuar sasitë e rreshjeve sipas niveleve të sigurisë së projektuar, përtej të cilave, siç është rasti i rreshjeve krejt anormale të këtyre ditëve, dalja e ujit nga rrjedha natyrale dhe përpasoj përmbytja për pika e zona më vulnerabël për arsye krejt objektive është e pashmangshme në cilin do vend jo të Shqipërisë, po të planetit. Duhet informojmë po ashtu se prej vitesh tani më, ne kemi një proces mirëmbajtjeje të infrastrukturës së kullimit, ku përveç remontit të plot të 27 hidrovoreve gjatë sezonit verës, largohen çdo vit rreth 2.5 milion metër kub lumra dhe mbetje nga kanalet kryesor kullues, në një gjatësi rreth 300 kilometra. Vetëm vitin e shkuar kemi investuar vetëm për këtë infrastrukturë të kullimit afro 25 milion euro, ndërkohë që këtë vit vetëm nga bashkitë do të investohen 11 milion euro apo 8% më shumë se në vitin e shkuar. Po për dhënë një ide më të plot të transformimit bërë në këtë drejtim, duhet të informojmë se investimet për afro 250 milion eurosh në dekadën e fundit kanë rindërtuar 536 kanale ujitse dhe kullimi që ishin faktikisht thuajse të stërpërgjysmuara në efikasitetin e tyre,
kanë përforcuar masivisht argjinaturat që binin nga të katër anët në furtunën më të parë, kanë futur në punë 12 lirovorë që kishin rreshtur spunuari prej vitesh, kanë rritur sigurinë e 44 digave më të kërcënuara, kanë shtuar ndjeshëm kapacitetet e flotës së eskavatorëve edhe në nivelin vendor. Po përtej këtyre investimeve, investimi ynë më i madh dhe më i suksesshëm ka qenë reformimi strukturor dhe transformimi i trutave tona të emergjencave, ushtrisë, policisë, energjisë, bujqësisë nga trupa pa kokë, pa koordinim, pa bazë materiale dhe të veshur si s'ka më keq në trupa që vijnë në lëvizje automatikisht jo kur fillon furtuna, po sapo leximi meteorologjik paremëron furtunën. Patjetër që ka akoma mësime për të nxjerrë dhe boshllëqe për të mbushur, por e vërteta është se nëse rreshtit e pazakonta të ditëve të fundit ranë dhe përmbytën njësoj vende në krejt rajonin tonë, Shqipëria nuk reagoi njësoj si dikur, kur edhe një shi i zakonshëm bënte ujë dynjan, sepse sot Shqipëria është krejt tjetër. Reagimi i shtetit është krejt tjetër dhe mbrojtja dhe garancitë për familjet e dëmtuara janë krejt tjetër. Unë erdhëm qeveri në malin e borxheve që na lanë trashëgim aleatët e shiut, ishte edhe një pjesë e tërë borxhesh nga përmbytjet e zonës së Shkodrës. Ne i shlyem një ato borxhe dhe nuk kemi hyrë më në asnjë borxh të kësaj natyre me njerëzit, përkundrazi kemi përballuar me dinjitet njerëzor, shtetëror dhe politik, jo vetëm detyrimet nga përmbytjet, që edhe pse sfidat e klimës janë bërë më të mprehta, kanë qenë sidoqoftë shumë më pak, pikërisht sepse kemi rritur ndjeshëm aftësinë mbrojtëse të infrastrukturës sonë, apo detyrimet nga zjarret, që janë një sfidë rritur e viteve të fundit, por edhe detyrime maramëndse nga fatkeqësira të mosozotshme si pandemia apo tërmeti, duke dalë më të fortë se përpara fatkeqësive e më të ditur për të përballuar sfida të së nesërmes. Kështu që sot dua t'i siguroj edhe të dëmtuarit e kësaj here se ne do të qëndrojmë me të njëjtin dinjitet njerëzor, shtetëror dhe politik çdo detyrim ndaj tyre, qoftë për banesat, qoftë për gjën e gjallë. Në ndërkohë, dëshiroj të theksoj se puna intensive dhe mobilizimi i pandalur 24 orë në të gjithë territorin ku është nevoja e të gjitha strukturave të shtetit, si dhe e bashkive, do të vazhdoje pa ndërprerje deri në kapërcimin e kësaj situate të rënduar meteorologjike. Dhe nga ana tjetër, dua t'u them të gjithë deputetëve të shumicës qeverisë të pranishëm në këtë mbledhje përmes Zoomit që të jenë të angazhuar edhe sot, edhe nesër, edhe pasi momenti i vështirë të jetë kapërcyer pranë njerëzve, me njerëzit dhe për njerëzit. Faleminderit dhe po kaloj fjalën tek ministrat që janë në vijën e parë të këtij angazhimi për shkak të detyrës tyre, të cilët do të bëjnë një pasqyrë të përmbledhur të situatës në momentin që flasim. Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë. Mëngjes të gjithëve. Situata sot paraqitet më e mirë në rang vendi, po e nis nga energjia, për sa i përket të gjithë menaxhimit, kanë qenë në terren më shumë se 1600 punonjës, të cilët kryesisht nga data 2 janar janë angazhuar në zonat më të prekura, që janë rajonet e Tiranës, Durrësit, Vlorës, Gjirokastrës dhe Elbasanit, në ndërkohë nga ana tjetër gjithashtu është menaxhuar dhe veriu, por për shkak të investimeve që kemi bërë në veri, zonat kanë qenë më të mbrojtura dhe më pak problematik. Duke pasur parasysh dhe ndryshimin e kushteve atmosferike dje në zonat malore, qofshin këto
të veriut apo të verilindjes, kemi pasur disa shkëputje në zonën e Kuksit apo zonën e Librazhdit, por që të gjitha janë kthyer në funksion në kohë rekord. OST-ja sot, operatori i sistemit transmetimit, relaton në raportin e orës 8 që të gjitha linjat janë funksionale, nuk kemi asnjë problematik për sa i përket transmetimit. Ndërkohë, për sa i përket tensionit të mesëm dhe tensionit të ulët, duhet kemi parasysh që gjatë ditës së djeshme që ka qenë edhe dita kulmore e problematikave për sa i përket kushteve atmosferike, kemi arritur një total të ndërprerjes për 38.731 abonent. Kaq kanë qenë defekte duke e krahasuar me totalin e të gjithë abonentëve që shkon deri në 1 milion. Ndërkohë që gjatë ditës së sotme është ulur numri, kemi vetëm 19.175 abonent në këto momente pranë raportin e orës 8 pa energji, të cilët ndahen në urban 4.786, në rural 10.030, ndërkohë që në rural i thellë 4.359 abonent. Synohet që në orët në vazhdim të gjitha këto të rikuperohen. Përsa i përket në stacioneve, janë të gjitha funksionale në rang vendi përveç 2 stacioneve të cilat kanë akoma prezencë të ndjeshme të ujit, do të thoja që është ai i Kafarajt dhe i Poçemit. Megjithatë, me rënien e nivelit të Vjosës, shpresojmë që shumë shpejt të dyja në stacionet, pasi të pastrohen dhe të krijohen gjithë kushtet e sigurisë, të vendosen në funksion. Përsa i përket kaskadës, kaskada ka pasur prurje të cilat mund t'i quajmë rekord, kemi arritur edhe 3.000 m3 për sekond në liçenin e Fierzës, gjithashtu ka pasur prurje 2.500 m për sekond në liçenin e Komanit. Kuota e liçenit të Fierzës, sipas raportimeve të orës 8, ka arritur në 289.77 metra, prurjet në këto momente kanë rënë, janë 1.500 m3 për sekond, ndërkohë që punojnë, nuk kemi bën punë asnjë nga agregatët, duke ruajtur kështu nivelin. Përsa i përket Komanit, kuota ka arritur në 173.27 metra, prurjet në këto momente janë 950 deri në 500 m3 për sekond, ndërkohë që kemi një agregat në punë, ndërkohë që në vallën e Dejës kuota ka arritur 74.94 metra, prurjet në këto momente janë nga 690 deri në 60 m3 për sekond, kemi prurjet kontrolluara tashmë pa asnjë problematik për hapjen e portave, ndërkohë janë në punë të 5 agregatët. Sigurisht, duke pasur parasysh edhe vazhdimsinë e kushteve atmosferike, si forcat e armatosura, ashtu edhe aviacionit civil, kanë njoftuar që do ketë rreshtje edhe gjatë ditës sotme, por janë rreshtje mesatare dhe me prurje të ulta. Nga ana tjetër ne presim që gjatë mesnatës sonte të ketë një agravim të rreshtjeve, por kuotat na lejojnë që të menaxhojmë gjithë situatën duke mos shkarkuar pra në mënyrë të pakontrolluar në fushë kodër. Përsa i përket akseve rrugore, akset rrugore janë të gjitha funksionale. I referojmë këtu akseve kombëtare, jemi në dieni gjithashtu që ka pasur problematika në akset rurale të cilat mirëmbahen kryesisht nga bashkitë, ka pasur një angazhim për të ndihmuar edhe bashkitë nga autoriteti rrugor shqiptar dhe nga të gjithë kontraktorët. Kryesisht ka pasur aluvione, ka pasur inerte, të cilat kanë zbritur nga skarpatet e maleve, madje edhe rrugë që janë konsoliduara prej vitër, siç është aksi nga Gjirokastra në Tepelen, në shkallën e Zez, së bashku me Mirelën kemi ndjekur gjithë situatën, kemi pasur aty rënje inertesh nga skarpatet, mbi skarpatet e kontrolluara të rrugëve, e përmendët dhe ju, fakti që kemi pasur shumë zjarre, fakti që ka mungesë bimësie në zonën e jugut e ka bërë shumë sfiduese situatën për mirëmbajtjen e rrugëve, megjithatë i gjithë territori është i aksesueshëm. Unë do përfitoja nga rasti për të bërë një thirrje, duke qenë se temperaturat janë ulur ndjeshëm 24 orët e fundit, kërkohet që të gjithë drejtuesit e automjeteve, të cilët aksesojnë zona ku ka prezencë ngritëse apo të bore, duhet përdorin gomat e dimrit ose zinxhirët sipas rastit dhe kërkesës.
Policia e shtetit ka qenë gjatë gjithë kohës në komunikim, autoriteti rrugor gjithashtu, dhe është shumë e domosdoshme pasi vërejmë që nuk ka një sensitivitet për sa i përket përdorimit të gomave të dimrit, sidomos në zonat ku ka prezencë të gricës, që është akoma dhe më e rrezikshme se nga bora. Përsa i përket aeroportit të Rinasit, aeroporti i Rinasit është totalisht funksional, vetëm gjatë datës 6 dhe 7 kemi pasur disa devijime të uljeve dhe ngritjeve nga Tirana dhe devijimet kanë ndodhur për shkak të shkarkimeve elektrike që kemi pasur gjatë dy ditëve për shkak të stuhis, ndërkohë që me rishjet e shiut situata është komplet e menaxhuar. Vonesat kanë qenë minimale, ndërkohë janë bërë lajmërimet her pashershme për të gjithë udhëtarët për t'i mbajtur ata në një informacion dhe për të mos pritur gjatë. Përsa i përket portit Durrësit ka qenë funksional, nuk kemi pasur problematika dhe vonesa, ndërkohë që në ditën e sotme në ulësirën perëndimore presim rritje shpejtësisë së erës. Dje kemi pasur erë deri në 17 metra për sekond, ndërkohë që pritet që sot të arrijë mbas mesditës deri në 25 metra për sekond, çka do ta bëj të vështirë lundrimin. Kemi një parashikim që do të jetë do të përballemi me era nga 5 deri në 6 ballë në të gjithë zonën e Adriatikut, në të njëjtat ballë shkon dhe zona e Jonit, dhe duhet kemi parasysh që lartësia e valëve arrin nga 3 deri në 4.5 metra. Shumë faleminderit. Duke përcjell të gjithë respektin edhe mirënjohjen të gjithë punojësve të strukturave të sektorit energjetik, të sektorit të rrugëve apo të aviacionit civil edhe të autoritetit portual, i përcjell edhe fjalën Ministrit Mbrojtjes. Faleminderit të nderuar koleg, shkurtimisht një raport situate për sa i përket angazhimit të forcave dhe gjithë zinxhirit të emergjencave civile në terren. Rritja e gatishmërisë ka nisur që në datën 3 janar, që nga prognozat e para, ku dhe kërkua mobilizimin e prefekturave, bashkive dhe gjithë zinxhirit të mbrojtjes civile në territor. Forcat armatosura u angazhuan që ditën e hënë dhe në rotacione 24 orëshe kemi pasur angazhimin e 502 forcave në terren, gjenden edhe tani në terren, 80 mjete, fadroma, varka, 22 motopompa, sidomos në zonat e banuara për të ndihmuar përpjekjet e bashkive në evakuimin e ujrave, zjarr fikse dhe autoambulanca. Forcat e armatosura vijojnë aktualisht të jenë të angazhuara kryesisht në Shkodër, Lezhë, Kurbin, Durrës, Fier, Vlorë, Delvin dhe Gjirokastër, për të mundësuar 3 aspekte. Sigurisht përparësia, siguria e jetës dhe nga ana tjetër ndihmesa për evakuimin e ujrave dhe rikthimin e qytetarëve në banesat e tyre. Elementi i dytë, mbështetje në mbrojtjen e infrastrukturave kulluese në bashkëpunim me Ministrinë e Bujqësisë dhe me bashkitë, dhe elementi i tretë ka të bëjë me rehabilitimin e disa akseve. Forcat xheniere janë gjithashtu të angazhuar në këto momente nga Shkodra, Kurbini, Durrësi, Delvina dhe së shpejti edhe në Tepelen, për të mundësuar qoftë rehabilitim urash, siç e kemi bërë në 2 raste në këto 24 orë, qoftë rehabilitim aksesh rurale, pasi akset nacionale, siç e përmendi zëvendës kryeministri, janë absolutisht të kalueshme, por vështirësitë në akset rurale vijojnë edhe në këto momente. Nga ana tjetër, për sa i përket elemente mbështetës për banorët e evakuar, një pjesë e mirë prej tyre, aktualisht 460, gjenden të akomoduar në struktura shtetërore, ndërsa pjesa tjetër janë në struktura hoteliere, dhe përfitoj nga rasti të falenderoj strukturat hoteliere të Durrësit dhe të Vlorës që kanë treguar gatishmëri dhe mbështetje. Në ndërkohë, rezervat materiale të shtetit, duke parë parasysh nevojat e bashkive edhe kryesisht atyre të Durrësit, Krujës, Thumanës, pjesën e Thumanës në Krujë, si kundër dhe në Vlorë dhe në
Gjirokastër, kanë mundësuar dislokimin qoftë të pakove ushqimore, qoftë të materialeve për fjeti, krevat, element mbështetës të tillë, sikundër në rakordim me Ministrinë e Bujqësisë dhe me shërbimet e veterinarisë që kanë mbështetur në evakuimin e krerëve nëpër ferma, kemi mundësuar transportin dhe shpërndarjen në orët në vijim të 400 ton koncentrat për baktit. Këto janë elementët e angazhimit në terren i cili vijon nga ana operacionale në këto momente. Parashikimet për orët në vijim janë që duhet të kemi jo vetëm angazhim në rikthimin në normalitet në banesa, por gjithashtu një angazhim logjistik masiv, qoftë nga bashkitë, qoftë nga emergjencat civile dhe forcat armatosura për evakuimin e dherave dhe inerteve përpara se ato të ngurtësohen, në mënyrë që të mos kemi vështirësitë akumuluara nga rikuperimi i situatës meteorologjike. Gjithashtu element për të theksuar, parashikimet ligjore për procesin e kompensimeve janë në zbatim e sipër, bashkitë kanë krijuar grupe evidencash, më shumë se 1300 akt konstatime dëmesh vetëm në Durrës, dhe do të vijojmë pastaj me organizimin e një pakete kompensimi siç ka filluar puna në bashkëpunim me Ministrinë e Financave, por besoj kolegët do të saktsojnë këto element në vijimsi. Përfitoj nga rasti të ritheksoj dhe unë elementët e rëndësishëm për zonat bregdetare, era e fortë që nënkupton kujdes të shtuar, me preferencë sigurisht emergjencat civile bëjnë thirrje që banorët mundësisht të qëndrojnë në banesat e tyre dhe të mos kenë përdorim të automjeteve në këto orë të vështira të erës së fortë gjatë pasdites së sotme. Ju faleminderit. Faleminderit, duke përcjell shprehjen e respektit mirënjohjes të gjithë trupave të emergjencat civile, të forcat armatosura, të angazhuara në terren me organizim, disiplinë dhe koordinim, do thosha shëmbullor, i përcjell fjalën Ministrit të Bujqësisë. Shumë faleminderit Kryeministër, përshëndetje të gjithëve. Sipas situatës cilët ne është paraqitur në ditët e fundit, ne kemi qenë në terren së bashku me të gjithë grupet e punës ndaj Ministrisë Bujqësisë, ku kemi ngritur grupet e verifikimit në gjithë zonat e prekura në evidentimin e saktë të dëmeve. Veterinarët zyrtarë janë duke ofruar asistencë vazhdueshme për gjithë zonat e prekura dhe ato të cilat janë në nevojë për të bërë evakuime të nevojshme së bashku me Ministrinë e Mbrojtjes, ku kemi bërë evakuimin e disa fermave të rrezikuara, por edhe ato të cilat kanë pas nevojë për ndërhyrje me ushqim në kafsha, po të cilat ne kemi dhënë asistencën tonë. Hidrovorët janë në një gatishmëri ku kanë funksionuar normalisht në të gjithë Shqipërinë, gjë e cila na ka ndihmuar edhe në të gjithë procesin i cili ka qenë në lumenjt dhe në procesin që kemi pasur këto ditë. Po punojmë për hapjen dhe pastrimin e kanaleve kulluese, ku atje ku kemi pas nevojshme me gjithë eskavatorët, ku kemi rreth 29 eskavatorë në gatishmëri në nivel kombëtar, ku i kemi pas në zonat kryesisht të prekura ndaj përmbytjes, ku të gjithë eskavatorët kanë qenë në gatishmëri 24 orë për të monitoruar dhe për të pasur në një mundësi ndërhyrje në zonat e cilat kemi bërë edhe në argjinaturat, ku në argjinaturën në dy qarje në Sheqeras në Devol dhe mbilisht Shtic, e cila vazhdojnë akoma për ndërhyrjen e këtyre dy qarjeve në argjinatura, sepse kemi pas një përmbytje të konsiderueshme në këto dy zona. Jemi në punë e sipër, në verifikim në terren së bashku me bashkitë dhe emergjencat civile, në mënyrë që ne të bëjmë saksimin e saktë të dëmeve në bujqësi dhe të gjithë të prekurave të cilët ne do t'i evidentojmë dhe të kemi një pasqyrë të përgjithshme në gjithë Shqipërinë dhe në territorin e prekur. Faleminderit. Faleminderit zoti ministër. Pra përcjell fjalën ministres së brendshme. Faleminderit kryeministër, përshëndetje të gjithëve.
edhe Ministria e Punëve të Brendshme në fakt me gjithë strukturat e veta ka qenë në gatishmëri gjatë gjithë kësaj periudhe, duke nisur me strukturat e prefektëve, të cilët kanë mbledhur menjëherë shtabet e emergjencës në nivel prefekture, duke koordinuar dhe duke mbledhur gjithë informacionet e nevojshme që në fakt në të tilla situata janë të domosdoshme i etike për të koordinuar punën e përbashkët. Nga këto takime dhe nga prezenca në terren kemi arritur dhe kemi bërë të mundur që të gjendemi pranë çdo qytetari që ka patur nevojë qoftë për evakuimet, qoftë për ndërhyrjet menjëhershme në situata shëndetësore apo në situata problematike. Ndërkohë nga ana tjetër është e vetkuptueshme që në këtë situatë Policia e Shtetit dhe Shërbimi Zjarfikës janë në krye të detyrës, kanë qenë dhe do të vijojnë të jenë me mira efektiv prezent në gjithë territorin. Konkretisht rreth 5500 punonjës të Policisë Shtetit kanë qenë të angazhuar në territor duke mbështetur të gjithë strukturat dhe janë 700 mjete të Policisë Shtetit të cilat janë vendosur në dispozicion për të mbështetur dhe për të ndihmuar. Sigurisht që siç e theksova, e rëndësishme është që përveç qytetarëve të asistohet dhe në kohë informacioni dhe çdo ndërhyrje e domosdoshme. Prandaj për këtë forcat zjarfikse që janë mbi 720 efektiv të përfshirë në terren, të angazhuar në këtë situatë, kanë kryer dhe ata rolin e tyre sa i përket misioneve jetëshpëtuese. 55 automjete zjarfikse në dispozicion, 22 pompa thithse angazhuar në zonat problematike, sigurisht që zjarfiksit edhe për shkak të formimit të tyre edhe të natyrës punës që kanë qenë të kudë ndodhur, prandaj vërtet një falënderim u takon atyre. Tani sigurisht që është momenti që ne gjithë jemi të angazhuar për të mbledhur informacionet lidhur me dëmet. E rëndësishme është shpëtimi i çdo jete. Fatmirësisht nuk kemi pasur problematika në këtë drejtim, do vazhdojmë të jemi në monitorim të situatës. Faleminderit. Faleminderit ministre. Tani duke shprehur edhe në drejtim të forcave të angazhuara nën autoritetin e Ministrisë Brendshme, qoftë të Policisë Shtetit dhe në mënyrë të posaçme të zjarfiksëve të gjithë respektin dhe mirënjohjen përkatëse, ja përcjell fjalën ministrit të shtetit për pushtetin mendor. Faleminderit kryeministri, përshëndetje të gjithëve. Po ashtu të gjitha bashkitë, të gjitha qarqeve të prekura nga rreshtet e fundit kanë qenë totalisht angazhuara dhe në koordinim plot me gjitha agjencitë kombëtare. Unë do doja të falenderoja këtu strukturat e prefekturave, por jo vetëm dhe përfaqësues të agjencive kombëtare, të cilat në ndihmë të bashkive kanë arritur që t'i përgjigjen spari objektivave të parë që ishte shpëtimi i jetëve në ato momente dramatike dhe më pas patjetër ruajtja e infrastrukturës dhe mbi të gjitha përgatitja për sa i përket hapave të mëpasshëm, duke filluar me grupet e punës që kanë të bëjnë me evidentimin e dëmeve dhe po ashtu duke angazhuar tashmë në një tjetër po e quajmë sfidë që tashmë bashkitë kanë për garantimin e aksesit të zonave të thella për shkak të rreshjeve të borës që ne kemi në territor. Unë do doja të falenderoja të gjithë kryetarët e bashkive dhe patjetër të gjithë stafet në nivel lokal, të cilët kanë qenë nga dëshmëri të plot dhe së bashku me gjithë trupat e ushtrisë, me emergjencat civile, janë përgjigjur kësaj situate jo të zakonshme. Faleminderit. Faleminderit ministër. Një aspekt gjithmonë delikat i situatave të tilla është aspekti që ka të bëjë me garantimin, por njëkohësisht edhe me sigurinë e procesit mësimor, kështu që po ja përcjell fjalën ministres së arsimit për të thënë nga këndvështrimi i Ministrisë së Arsimit çfarë duhet patur parasysh tani edhe në vijim lidhur me pikërisht vazhdimin e procesit, por nga ana tjetër edhe sigurinë që është e para në këtë rast për fëmijët dhe nxënësit. Faleminderit kryeministër, kemi qenë në kontakt jo të përditshëm, por në çdo orë
në mënyrë kapilare me çdo drejtor shkolle në të 1510 shkollat e Shqipërisë në sistemin parauniversitar nga Veriun Jug dhe në kontakt me të gjithë mësuesët nëpërmjet gjithë rrjetit të komunikimit. Praktikisht në raportimin e fundit midis orës 7 edhe 8 të mëngjesit sot, situata është si më poshtë. Në gjithë qarkun e Tiranës mësimi ka filluar rregullisht në të gjitha shkollat. Kemi në qarkun e Durrësit një ndërprerje të përkohshme në rreth 12 shkolla, më së shumti në Krujë, Suks, Katundiri, Durrës, dhe në Universitetin Aleksandër Mosiu të Durrësit është ndërprerë mësimi këto 3 ditë, sepse aksesi ka qenë i vështirë, por fal bashkëpunimit në forcat e armatosura, po kthehet gjithçka në normalitet dhe janë njoftuar gjithë studentët që të hënë fillon mësimi normalisht. Në qarkun e Dibrës mësimi gjithashtu vazhdon normalisht, në qarkun e Lezhës dhe të Shkodrës është gjithçka në rregull dhe mësimi ka filluar edhe sot normalisht në të gjitha shkollat. Në më problematike është situata në qarkun Vlorë, Gjirokastër dhe Fier, ku kemi rreth 10 shkolla, ku sot kemi pas ndërprerje të përkohshme të kontrolluar. Këtë e bëjmë për, siç e thatë dhe ju, për arsye sigurie. Në radhë të parë për nxënësit, jemi në kontakt me të gjithë mësuesit dhe me të gjithë prindrit, por edhe për ata mësues të cilët ju duhet të bëjnë rrugë në për zonat më të thella. Dhe kryesisht ndërprerja është bërë në shkolla ku ka zona të thella, fshatra, shkolla të vogla dhe vazhdojmë të jemi në komunikim me ta. Në qarkun e Vlorës, kryesisht në Borsh, Vlorë, në Vosel, Orikum, Ferras, Lushnje dhe në Fier, dhe në qarkun e Gjirokastrës në Ballaban dhe Piskov. Në pjesën tjetër mësimi vazhdon normalisht. Edhe në bashkinë e Gjirokastrës, ku ditën e mërkurë kemi pasur ndërprerje të përkohshme, jo sepse shkollat kishin probleme si objekte, por sepse prurjet e inerteve ishin kaq masive nga malet në rrugët e bashkisë Gjirokastër, kështu që për arsye sigurie u ndërprej përkohësisht, por situata u kthye në normalitet brenda disa orëve fal bashkëpunimit të forcave të armatosura, bashkisë dhe emergjencave civile. Thashin në Lezhë dhe Shkodër gjithçka vazhdon normalisht, në qarkun Korçë, Berat dhe Elbasan, janë rreth 32 shkolla në Skrapar, Kolonjë, Librazh, Gramsh, Pogradec, Labinot Mal, të gjitha këto në zonat malore të thella dhe në shkolla vartësie kryesisht që ndodhen në zonat vështira, ku për shkak të ngritjes kemi menduar që të mos rrezikojmë as mësuesët dhe as nxënësit që duhet zhvendosen. Kjo është situata për momentin në rang vendi. Nga 1510 shkolla, rreth 54 shkolla kanë ndërprerje të përkohshme të mësimit sot. E ndjekim në vazhdimsi dhe për fat mirë në raport me shkollat përpara kemi fundjavën, kështu që raportimin e kemi në çdo një orë. Sot në drejt do t'ju bëjmë me dije edhe raportimin final, i ndjekim nxënësit derisa shkojnë gjithë në përshpia dhe mësuesët të gjithë në përshpia me përfundimin e procesit mësimor. Kjo është situata. Faleminderit, ministre, duke dashur të marrë shembullin e bllokimit të aksesit në Universitetin Aleksandër Mosiu, dua të ndaj me ata që na ndjekin faktin se për shkak të pranisë vazhdueshme në investimet e bëra në atë zonë, kam parë dhe konstatuar se qoftë në investimin e rindërtimit, qoftë në investimin e akademisë së Manchester City, qoftë në disa investime të tjera publike, është dashur një ngritje e kuotës me shtresa të qëndrueshme inertesh deri në 2 metra në rastet caktuara. Që do thotë që në atë territor kemi një problematik tejet komplekse për shkak të ndërtimeve nën kuotë të zonave informale që e bëjnë praktikisht dhe objektivisht të pamundur që të shmanget pastaj edhe akumulimi i ujit duke u krijuar rezervuare në pikat e banuara, që gjithsesi në këtë rast janë prekur shumë më pak se në të kaluarën, pikërisht fal investimeve
të konsiderueshme që ka bërë Bashkia e Durrësit dhe qeveria në mbështetje të Bashkisë së Durrësit. Dua në fund të këtij turit parë rreth tryezës të jaloj fjalën Ministrit të Financave për të thënë dy fjalë lidhur me punën që njëkohësisht po bën Ministria e Financave që të jetë e përgatitur për të mbështetur financiarisht të gjithë procesin e zhdëmtimeve. Faleminderit kryeministër. Nga ana e Ministrisë Financave, në programin e emergjencave civile kemi parashikuar rreth 30 milion euro, të cilat janë të ndara në shpenzime kapitale për programin e emergjencave civile dhe ka të bëjë me financimin e objekteve apo projekteve të cilat lidhen me parandalimin e fatkeqësive natyrore. Vlera që kemi alokuar për këtë program është rreth 15 milion euro. Nga ana tjetër, kemi planifikuar edhe fondin e kushtëzuar për emergjencat civile, që është rreth 10 milion euro dhe është një transfer e kushtëzuar që menaxhohet nga Ministria e Mbrojtjes dhe do të shpërndahet për njësitë e vetëqeverisjes vendore, sipas një metodologjie dhe e mbështetur në hartën e riskut, që po kryen kjo ministri. Nga ana tjetër, kemi edhe fondin e rezervë të Këshillit Ministrave, me vlerën rreth 25 milion euro, e cila mund të vendoset në dispozicion në varësi dhe të vlerësimeve që do të bëhen nga strukturat përkatëse për sa i përket dëmeve të shkaktuara. Sikundër kemi edhe fondin për digat dhe rezervuarët, i cili është një fond për shpenzime kapitale dhe lidhet me financimin e projekteve që lidhen me sigurimin e digave dhe të rezervuarëve. Dhe ky fond është rreth 5 milion euro. Kështu që në total, në qoftë se do të bëni një vlerësim të fondeve që kemi në dispozicion, vlera shkon mbi 50 milion euro që janë të disponueshme për situatën e krijuar aktualisht. Ju faleminderit. Okej, faleminderit ministër. Ne kemi një hartë të qartë veprimi në programin e Shqipërisë 2030 për të rritur rezistencën e infrastrukturës në tërësi karshi këtyre fenomeneve dhe Ministria e Mbrojtjes duke u inkuadruar në kornizën e re të vendosur nga NATO ka pjesë të funksionimit saj edhe elementin e pikërisht qëndrueshmërisë që lidhet drejt për drejt me infrastrukturën kritike dhe këtu jemi në kushtet kur flasim për infrastrukturën kritike, kështu që në bashkëpunimin e ngushtë të Ministrisë Mbrojtjes me Ministrinë e Infrastrukturës apo me Ministrinë e Bujqësisë lidhur me pikat ku duhet të ndërhyrë, do të bëjmë që çfarë është programuar për vitin 2026 të riprogramohet edhe për të adresuar këto pika ku kanë ndodhur dëmtime. Dhe njëkohësisht të vazhdojmë me planin e punës të këtij mandati në mënyrë që të çojmë deri në fund të gjithë procesin e transformimit të kësaj infrastrukture nga një infrastrukturë që deri dje ishte thuajse inekzistente dhe boll shikosh sasinë e hektarëve të mbuluar nga uji sot pas gjithë kësaj lemerie atmosferike dhe sasitë që mbuloheshin nga uji të hektarëve në të kaluarën për të kuptuar ndryshimin e pakrahasueshëm. Shumë faleminderit. Një cikël i dytë ndërveprimi do të bëhet mes autoriteteve këtu të pranishme dhe kryetarët bashkive, por edhe deputetët janë të mirëpritur të bëjnë konstatimet e tyre, ndërkohë që po e mbyll duke ju kërkuar deputetëve edhe një herë që të jenë të pranishëm në të gjitha zonat e tyre të përkujdesjes ndaj njerëzve, jo zgjedhësve, po njerëzve pa dallim,
dhe të bashkëpunojnë ngushtësisht me kryetarët e bashkive dhe me strukturat në territor për të bërë të mundur që gjithë procesi i zhdumbtimit të jetë një proces sa më i plot, sa më i drejtë dhe sa më efikas.